Po ku ka si vajzat more gjeto, ku edhe ka si kena si ma, vajzat. sa di qa bën, ma jo zët qa bën. Se ti besoj e kënon e herë atë, kush ka vajza botën ka, nuk e di e kënon, është pak nga Pa tjetër, unë kam menu me i ba kongë me. Kaltrës. Pasha zotën, e shumë ka gëzu. Se dhe linditës i ke bërë? Po, 3. 3 këngë i ke bërë linditës? 3. Wow, nuk e dija, unë mendova se vetëm një. 3 këngë? 3. Sa shumë e dashke grunë mërë gjeto Luca. Po, paren e bona prej dashnis. Dytën? Dytën e bona se më lini 2 djemë bukur, edhe i bona me gjitha. Oke, po të tretën? Treta doli pa dash. E treta kam gënë pishët. E treta piva i natë. Shumë mirë ke bërë. Kjo është një prej këngëve me sa di. Nuk e di cila prej këtyre të trejave është. Është e para. Kjo është e para? Kjo është e para. Edhe këtë klip ma ka bo prifti, një prift që ka kenë regjizor edhe prift në Shënkoll, në Lezhë. Klipin ta ka realizuar një prift. Një prift Filipines me origjinë, e zgjolli venin. Ai e mori ja boni ku di unë copë kuqe si vello lindic, rujti një ditë që i frynte erë, që me e morë erë atë. Kush e di sa është kënaq Lindita me këngët që i ke kushtuar. Ja kam nxjerrë për honë shtu i bërtit se nuk dite me ne i mirë. Po me që jemi te këngët, ke realizuar shumë bashkëpunime me Ingrid Gjonin. Disa kënga po ja? 5 më duket. 5. Ke thënë mos gabojmë në një intervistë që kur dore madhe, ta nxin jetën me atë dreq telefoni, 1000 herë në telefon, kur ka një klip ose një këngë me realizu. Ë? Ashtë e vërtet, Ingrid është njeriu më punëtor që kam njoftë në jetë. Është edhe më zi se unë. Shumë e përkushtuar. Po. Se unë e di se çfarë do bëj, po prandaj unë jam më i qetë me punën time. Por nga që i merrte përshtypër Ingridi, është në angë dhe që të marrojnë. Edhe gjithkohës në telefon besoj. Vetëm a thot një herë Lindita na çmend kjo. Vetëm se po me Linditën se unë se hapi. Me Linditën merret vesh ajo me gruan. Ja ka kalu mamit. Pero tjetër. Bravo Ingridi për çika. Lëvizje zgjuar. Me mira dikush telefoni 2 herë unë se hapi. Mërzitesh. Po skep se mi bjen 10 herë sepse unë o jam tu marr me punë o kam diçka. Pra do të marr. Po do të marr më 5 minuta. Po jo kur të kem mundsinë, po ndoshta më 5 minuta. Kushdo, jo vetëm Ingridi. Me sa kuptoj, ti ke pas mundësi gjatë ndër vite. Ti ke dëshirë ke ndonjë le të themi artist që do doje të bëje bashkëpunim, që të këndoje? Nuk ka një artist që, si me thonë, e kam kështu veç babit. Përveç babit. Shtaj ka artista sa dush të mirë, ka artista sa dush që kanë lera, janë talente, po. Është bo vështirë, është bo, do të thonë është kthy i lloj, nuk e di, i lloj gjoje që nuk më pëlqen tek artista. Është bërë shumë komerciale, po thua muzika? Jo, po dhe artistat mes njëri tjetrit janë bërë shumë, nuk duhen me pa tjetrit mirë, kupton, nuk duhen me ta dhoni dorë, nuk duhen me mujt me të ullë, si me thonë, nuk duhen me të çu ty lart Allah, nuk duhen me pa lart, sidomos në Shqipëri. Okej. Janë shumë, do të thonë, ke Kosovën, artistët e po s'bëhet fjalë. Del një artist i ri, janë e hedhin gjithë, e suportojnë gjithë, e ngrinë lart e ke, do të thonë. Nuk po thua që ke ndier një lloj mungese mbështetje nga artistët që janë më të vjetër, Po normal s'bëhet fjalë. S'bëhet fjalë. Jo vetëm të unë, por ne shoh të gjitha, kupton. Nuk po diskutojnë ky për veten shumë, sepse ky për veten s'ka kam shku, se ky. Jo, po flas për gjithësi, unë po flas për veten para 4 viteve. E kuptoj. Që unë nxorra kongën e parë, si me thonë, vetëm 5 vite sa ka, dhe nga 30 artista që ne kena nejt, janë shok, kena hongër, kena pi bashk, që kena kontakt me ta, nga 30 më hodhen kongën 3. Që në fund ditë që të kushton me hedhë historia, kupton. Pra nuk të ndihmuan ta promovosh. Fare. Nuk të promovuan, nuk të mbështeten. Nuk i kisha suportin e tyre që... U shgënjeve? Pak. Po thjesht
më bën habi se për çfarë duhet të jetë kjo lloj kushton asnjë gjë. Unë jam vetë, kam ndihmuar shok të mi, kam ndihmuar artista të ri pafund edhe do i ndihmoj gjithmonë. Se s'm kushton asnjë gjë histori, s'm kushton asnjë gjë të bëj video me të mua, s'm kushton. Pas se kjo do të bëj të punosh më fort edhe të bësh vetes që s'pohet fjalë. Të mbajtëshim këto tuat. S'pohet fjalë. Unë ju falenderoj shumë për intervistën, sidomos gjeton tani. Pak më shumë babin dua ta falenderoj. Si gjithmonë jetë. Si gjithmonë. S'bëhet teatri më. Ja. Pa ta kënaqësinë që të njohëm edhe njohëm pak edhe jetën tënde.